një mesazh të qartë që më ka ardhur dhe po ta them ty. Janë përgjuar gjatë gjithë kësaj kohe 140 deputet të Parlamentit Shqiptar, 10 kryetar bashkie, bashkitë më të mëdha në vend, nga veriu në jug, bashkarisht janë kapur në përgjim 2 prokurorë të SPAK-ut, duke folur me nënvizime, është e rëndë, po e pabesueshme, po kur të plasim, mos më merr në telefon. Dhe SPAK-u pas datës 12 mars do të bëjë lëvizje që të japi mesazhin që ne po lëvizim edhe po bëjmë aksione. Sigurisht në opinionin publik do duken aksione. Pavarësisht çfarë mund të them unë si avokat, që e dihet qëndrimi im për SPAK-un dhe për drejtësinë në total. Por do të kemi goditje. Pse do të kemi goditje? Se mesazhi është i qartë. Ne nuk shkojmë paralel me politikën. Politika është gjë tjetër, ne respektojmë kushtetutën dhe shkojmë drejt detyrës tonë, punës tonë. Kjo është një lëvizje që SPAK-u do ta bëjë që të largojë i dyshimet që kanë analista apo opinioni publik në krahasim me veprimtarinë e SPAK-ut. Pra, në këto zgjedhje dhe pas këtyre zgjedhjeve do të shikoni një SPAK i cili do të ketë lëvizur kaq shumë që të marrë përqeshmërinë e një opinioni të gjerë publik. Po ku do i shkojnë votat? E 80% që mbështet SPAK-un. Sigurisht votat nuk do të shikoj, arrestimet nuk përkthehen dhe nuk konvertohen me vota. Sepse ke shumë të Partisë Socialiste që kur bën procedurën ndaj Berishës u kënaqën. Ke shumë të Berishës që u bën ndaj Veliajt arrestim u kënaqën. Por ne si popull nuk e bëjmë ndryshimin me votën në raport me drejtësinë. Mund të kërkojmë si popull drejtësinë, por kur vjen momenti e votimit, ne nuk bëjmë atë e radikalizmin. Për shembull, duhet flaka të na vinë në shtëpi, duhet të hapim frigoriferin dhe ta kemi bosh, që të themi dhe të kujtohemi që politika e Partisë Socialiste që ka qeverisur këtu e 12 vjet na ka shkatruar familjen. Atëre përkthehet me vot revolta e qytetarëve shqiptar. Atëre shqiptari shkon edhe thot tani unë do bëm burr i shtëpisë. Por burri i shtëpisë me burgaxhi nuk e bën, sepse shqiptari e ka shumë të lehtë. E ama ka bole ky do ta zgjidhi, do paguaj aty brenda dhe kështu me radhë. Pra këto lëvizjet e SPAK-ut nuk japin përgjigje në raport me votat. Japin përgjigje në raport me akumulimin ose më mirë me shpërthimin mendor që kanë shqiptarët ndaj klasës politike. Por ajo nuk konvertohet me votë. Pra, unë gëzohem për shembull që Erion Velia është në burg, supozojmë. Amaroj, ky person është gëzuar për këtë fakt. Por ky fakt nuk përkthehet që unë do shkoj të votoj partinë tjetër që është kundërshtare me Erion Velin ose një parti të re. Nuk konvertohet dhe nuk përkthehet, sepse elektorati jon nuk punon me shpërthim të përgjithshëm emocional. Elektorati jon shpërthen kur flaka i shkon në shtëpi dhe kur buk nuk ka t'i dhënë fëmijëve, jo për gjë tjetër. Pra, ne jemi një elektorat që jeton në luksin e varfërisë, por kur varfëria ka çuar gjendje aty ku nuk mbab më, atëherë ne zgjohemi nga gjumi dhe themi sa tradhtar që pas ka qenë partia e punës, Partia Socialiste. Dhe në fund fare, dhe kjo është e pa imagjinueshme përsëri për varfërinë që qeverisë PS-ja 12 vite me tendre me gjithë këto gjëra, fajin e Kasaliut.
E kuptove ku jemi. Po. Avokat, më jepni edhe një koment për listat. Kanë qarkulluar këto ditë disa lista, po bëjmë një analizë mbi njërë nga listat që ka qarkulluar. Aliancën madhështore për Shqipërinë, si është? Okej, atëherë përpara listat e PS-s apo ta mbyllim me PD-n, si mendoni? Po unë PS tani më shumë që janë folë për PS-s, besoj të ketë folë edhe ata PD-s për PS-n.